Imagjinoni sikur çdo emocion negativ që na vjen, të kishte sikur të kishte një buton kohë 90 sekonda. Dhe në ato 90 sekonda, ti të marrësh frymthell, të ndjesh trupin tënd brenda dhe ta lejosh atë emocionin negativ, energji negative të kaloj. Në këtë rasti nuk e gjykon veten tënde. Nuk dramatizon. Thjesht në ato 90 sekonda ti thjesht vëzhgon. Dhe pastaj zgjedh. Se mbas 90 sekondave nuk ka më emocion. Ajo që mbetet je ti që do bësh zgjedhjen se çfarë do bësh. Këtë jetutje. Do vazhdosh ta ushqesh emocionin? Apo do ta lësh këtë emocion të shkoj? Nëse i lejon emocionin të shkoj, e fitove lirin. Ka diçka që shumica e njerëzve e harrojnë shumë kollaj, të kaluarën. Por çfarëdo që ti të bësh, kujdes se e kaluara nuk ndryshon. Ti e harron këtë që ajo nuk ndryshon. Edhe nëse ti analizon të shkuarën, edhe nëse ti pendohesh për atë që ti ke kaluar, edhe nëse ti e fajson veten për atë që ke bërë, asgjë nuk do ndryshoj nga e kaluara. Mos e harroni këtë. Mos e mbani mendjen tek e kaluara. E vetmja gjë që mund të ndryshojë është marrëdhënia jote me të kaluarën. Kur ti e pranon atë që të ndodhi, ndodhi. Më lëndoi, më mërziti. Por unë zgjedh të mos e mbaj më si pesh në veten time. Atëherë ti do të çlirohesh. Sepse kur ti fal, nuk fal për të tjerët, por fal për sistemin tënd nervor, për zemrën tënde, për qetësinë tënde.